dhe më pas në pjesën e 2 do ndalemi tek ajo çka po ndodh tashmë në Zvërnec. E nisim me linjën e mesme ku forcat armatosura të Kuvajtit kanë thënë se sistemet e mbrojtjes ajrore të vendit po interceptonin sulme armiqësore me raketa dhe drone, pasi u dëgjuan sirenat e sulmeve ajrore dhe u lëshuan alarme emergjence në të gjithë vendin. Ndërkaq shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Kuvajtit ka thënë në deklaratë se çdo zhurmë shpërtimesh e dëgjuar në të gjithë vendin ishte rezultat i sistemeve të mbrojtjes ajrore që po përballeshin me kërcënimet hyrëse. Ai ndërkaq ka bërë thirrje banorëve që të zbatojnë udhëzimet e sigurisë, por dhe mbrojtjes të lëshuara nga autoritetet përkatëse. Kam të ftuar në këtë pjesë të parë ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare zotin Frymëzim Daudi. Ju përshëndes Knesi. Ju faleminderit për ftesën, i përshëndesim shiqyes. Atëherë, zot Daudi, sa i përket dhe këtyre alarmeve emergjente dhe aktivizimit të mbrojtjes ajrore, të cilat janë zakonisht tregues si një kërcënim serioz ndaj sigurisë kombëtare, çfarë po ndodh tashmë realisht dhe mendoni se po hyn linja e mesme në një fazë të re konflikti ku edhe vendet që deri më tani kanë qëndruar jashtë çdo përplasje po kthehen në një objektiv të drejtë për drejtë, e quaj? Tani afrohemi 100 ditë të kësaj lufte. Lufta filloi në shkurt, tani jemi muaj qershor dhe si duket nga gjithë kalkulimet që i kishin amerikanët nuk besonin që do të zgjasë kaq shumë, edhe për faktin se në SBA afrohen zgjedhjet parlamentare, pra u përpoq administrata Trump që ta shuaj këtë konflikt në interes të tyre, dhe prandaj ata kërkojnë me çdo kusht kapitulimin e Iranit. Por kuptohet që Irani nuk do të kapituloj, për shkak se ka fituar vetbesim dhe rrethanat politike në Iran kanë ndryshuar. Garda revolucionare e ka fjalën e fundit dhe lideri tyre suprem. Tani u bën 100 ditë dhe ne nuk e shiqojmë Muçtaba që të dalë para kamerave apo të kemi të paktën zërin e tij ta kemi dëgjuar. Kjo kuptohet për arsye se ai nuk ka besim në qeverinë e Iranit, po edhe frigohet nga një sulm i mundshëm i Izraelit apo SBA për vrasjen e tij. Kjo kuptohet që është arsyeshme, kjo ka qenë edhe kritika ime në fillim të kësaj lufte, që politikanët e Iranit, generalet e Iranit, duhet të kenë kujdes për shkak se ata mbajnë përgjegjësi për mbrojtjen e shtetit dhe funksionimin e shtetit, dhe prioritet duhet të jetë edhe mbrojtja e tyre fizike, dhe të kenë kujdes dhe bën mirë supremi lideri i Iranit që nuk jep mundësi Izraelit apo tradhtarëve brenda Iranit që të vrasin atë dhe të shkaktojnë çrregullime politike brenda qeverisë së Iranit apo shtetit të Iranit. Kjo është qëllimi i amerikanëve dhe izraelitëve, për shkak se ata nuk kanë mundësi nëpërmjet luftës të ta përkulin Iranin, prandaj ata e shfrytëzojnë këtë ta quajmë periudhë të negociatave që të gjejnë ndonjë zbrastir apo dobësi të Iranit dhe të vrasin leadershipin e Iranit dhe të bëjnë ndrim të qeverisë në favor të tyre, por mbas gjithë rrethanave kjo nuk do të ndodhë. Tani kemi sot eskalim përsëri, kjo edhe për arsye se përfundoi edhe periudha e haxhit. Në videon e fundit që e kishim ishte pa arsyeshme që SBA të filloi sulmet kundër Iranit për shkak se edhe prej Maqedonie shumë haxhiler ishin nisur për në hax në Arabinë Saudite dhe miliona musliman gjendeshin aty dhe kuptohet që as Arabia Saudite nuk do të lejonte që aeroplanët ushtarak amerikan të shfrytëzojnë hapësirën ajrore të Arabisë Saudite. Por rrethanat tani kanë ndryshuar, si duket nuk do të ketë marrëveshje, si zakonisht Trumpi nëpërmjet rrjetin e tij social, ditave të premta, jep lajme optimiste me qëllim që ta rrëzojë çmimin e naftës apo të mbajë në kontroll. Dhe kur hapet po ashtu tregu apo berzat ndërkombëtare, ai si zakonisht jep lajme optimiste, po këta të gjithë bojnë për të manipuluar tregun dhe posaçërisht çmimin e naftës që mos ndikojë negativisht në ekonominë botërore. Mirpo tani jemi 100 ditë të kësaj lufte dhe kuptohet që pasojat do të ketë ekonomia botërore, do të kemi recesion në shumë shtete dhe nëse kjo vazhdon, luftimet fillojnë përsëri, do të ketë një depresion në kuptimin ekonomik në të gjithë botën, për shkak se thuajse e gjithë Azia vuan për naftë, sidomos shtete si Japonia, Filipinet, Vietnami,
Korea Jugore kanë mungesë të naftës dhe rezervat dal nga dal harxhohen. Ne e dim që pasi që filloi kjo luftë dhe dështoi, SBA filluan që të shesin rezervat e tyre të naftës dhe njëherë mori vendim Trumpi, përsdyti mori dhe kuptohet që nafta harxhohet edhe nga rezervat e Amerikës dhe kjo tani këtë situatë do të shfrytëzoj Irani pasi që do të ketë një pozitë më të fuqishëm, pasi që ekonomia botërore mbaret nga qëndrimi i Iranit. E gjithë lufta tani bëhet për çështjen e ngushticës së Hormuzit, pra u harrua më ndrimi i regjimit apo programi nuklear i Iranit, e gjithë lufta bëhet që Irani ta liroj ngushticën e Hormuzit, mirëpo kemi lajmet e fundit që Irani apo parlamenti i Iranit e ka zgjidhur këtë çështje dhe mbas asaj që arrita të lexoj dhe të kuptoj, ata kanë sjellë një ligj që parashef që në kohë lufte ngushtica e Hormuzit të kontrollohet tërësisht nga Irani dhe ata të diktojnë cilat anije mund të kalojnë dhe cilat nuk mund të kalojnë. Kjo është shumë e arsyeshme edhe mbas drejtës ndërkombëtare publike, për shkak se rast të tillë e kemi edhe në Turqi, ngushtica e Bosforit apo ngushtica e Dardaneleve. Mbas traktateve ndërkombëtare në kohë lufte, Turqia ka mundësi që t'i bllokojë anijet luftarake që të kalojnë nëpër ngushticën e Bosforit dhe mbas shembullit të Turqisë, si duket edhe Irani ka gjetur një zgjidhje dhe kuptohet kjo nuk do t'i iritoj shtete si kur Kina, Rusia dhe shtetet e tjera që shfrytëzojnë ngushticën e Hormuzit, për shkak se është një qëndrim i arsyeshëm. Mirëpo Irani kuptohet që do të shkojë edhe më lart, për shkak se është në negociata bilaterale me Omanin, për shkak se një pjesë të ngushticës së Hormuzit kalon në territor apo ujëra territoriale të Omanit dhe do të gjejnë zgjidhje se si të paguajnë anije taksa kur kalojnë aty, sidomos ato anije me naftë. Dhe mbas disa statistikave që arrita t'i lexoj, në muajin e fundit kanë kaluar shumë anije, pra para disa ditëve kaluan 20 anije tankera me cisterna apo anije me cisterna të naftës. Dhe bisedohet që Irani ka përfituar diku 1.5 apo 1.7 miliard dollar brenda kësaj periudhe nga taksat dhe kuptohet që nuk do të lejoj që të kthehet në pozitën e vjetër që ishte, për shkak se me ato para Irani do ta rindërtoj Iranin që u dëmtua apo infrastruktura e Iranit nga kjo luftë. Iranasit po ashtu kërkojnë që të ketë dëmshpërblim dikun 300 miliard dollar dhe nëse Amerikanët dhe Izraelitët nuk janë të gatshëm që t'i paguajnë, atëherë kuptohet që do të duhet shtetet e Golfit, Arabia Saudite, Kuwaiti, Dubai që të paguajnë për këtë dhe një pjesë e madhe po ashtu do të mblidhet nëpërmjet taksave të anijeve që kalojnë aty. Dhe tani jemi në këtë situatë, sot lexojmë që është bombarduar baza amerikane në Kuwait për arsye se amerikanët pas kanë sulmuar në Iran dhe kuptohet gjatë çdo sulmi do të ketë kundërsulm. Lajmin e fundit po ashtu nga Kuwaiti kemi që Kuwaiti për herë të parë e kritikon shtetin e Izraelit dhe ata për luftën në Liban. Pra nuk është vetëm Kuwaiti, është edhe Anglia apo shtetet apo Mbretëria e Bashkuar, të cilët e kritikojnë Izraelin se vazhdon luftën në Liban për shkak se mbas armëpushimit të Iranit me SBA duhet që të shuhej edhe në lufta në Irak. Po Netanyahu mbrëm kishte thënë se ai do ta zgjeroj ekspeditën e tij ushtarake në Liban dhe kanë filluar kritikat nga shtetet përreth dhe kjo ndodh për herë të parë. Kjo është shenjë se dal nga dal tërhiqet mbështetja ndaj Izraelit të shteteve muslimane apo arabe të atij territori dhe kuptohet që kjo bëhet edhe në koordinim me Arabinë Saudite për shkak se ata shtete të vogla sikur Bahreini dhe Kuwaiti janë drejt për drejt të ndikuar nga politika jashtme e Arabisë Saudite dhe kjo është një shenjë e mirë se Arabia Saudite si duket nuk don që të thellohet kjo krizë. Dal nga dal bën një koalicion me Turqinë dhe Pakistanin dhe afrohen edhe me
me ndikimin apo do të pajtohen me ndikimin e Iranit më të madh në atë territor. Dhe kështu që SBA dhe Izraeli mbeten në një pozitë shumë të dobët tani për tani. E shërëzoj nga ana tjetër goditja e bazave iraniane nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe kundërpërgjigje e Gardës Revolucionare tregojnë se dy palët tashmë po ruajnë kapacitetin për eskalimin e situatës mes vendeve. Cili është pragu zoti që mund ta shndrojë këtë konflikt nga përplasjet kufizuara në një luftë rajonale të hapur nesër? Po tani edhe kjo lufta e fundit ishte luftë rajonale, të gjithë shtetet e Golfit ishin të përfshira dhe të gjitha ato baza ushtarake që sulmonin Iranin bëheshin pikërisht nga Arabia Saudite, nga Bahreini, nga Kuwaiti, nga Emiratet e Bashkuara, nga Jordani, po edhe nga Iraku, edhe nga Jordani. Kuptohet që ishte një luftë rajonale, kjo ishte edhe mendimi ajatollahit të fundit, i cili u vra në fillim të kësaj lufte, i cili tha nëse fillon kjo luftë do të jetë rajonale, dhe nuk ka si zgjerohet më shumë. Pra mund të zgjerohet në kuptimin që të kemi edhe këmbësori, pra futjen e trupave të Iranit në Kuwait, okupimin e Abu Dhabit dhe Dubait, pra të shkojnë me anije luftarake iranasit dhe të okupojnë Dubain. Atërës do të bëhet, nëse bëhet toksore me këmbësori, atërës kuptohet që do të flitnin për zgjerim të kësaj lufte, por nuk ka shenja se kjo do të ndodh. Kjo edhe për arsye se SBA u dëshmua se është shumë e dobët si fuqi ushtarake, gjithë ajo ishte miq se SBA është forca më e madhe ushtarake e botës. Ata përparësia e tyre është vetëm aviacioni, mirëpo ai aviacion luftarak funksionon në ato shtete të cilat nuk kanë mbrojtje ajrore, sikur është Irani, Libia, në fakt Iraku, Libia, Siria dhe shtetet të tjera të cilat i sulmonin, por ja që për Iranin doli që nuk është funksional, po ashtu flota detare e tyre nuk është funksionale për shkak se Irani ka raketa që mund t'i zhisë ato anije dhe nuk afrohen në bregun